Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nuk beson se do të mund të formohet qeveria Kurti 3. Ai thotë të hënën për Kosova Press se AAK-ja vazhdon të jetë përcaktuese për një koalicion të opozitës, madje sipas tij askush nga opozita nuk do të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosje. Ne jemi përcaktuar si aleancë për koalicion të opozitës, qeveri të opozitës nuk besoj se dikush nga opozita do të bashkëpunojë me opozitën. Po ashtu edhe Nisma është e përcaktuar për koalicionin e opozitës. Nuk besoj se do e formoj Kurti qeverinë, nuk i ka numrat, po vonohen ashtu. Nuk mund të bëjnë, sepse nuk i ka numrat, kanë 10 deputet më pak se herën tjetër, tha ai. Nga Nisma Social-Demokrate, i quajtën spekulime raportimet në media se 3 deputet të tyre do të votojnë pro formimit të qeverisë, por pa përfshirë në koalicionin qeverisës. Antari kryesisë Veset Krasniqi në një përgjigje për Kosova Press tha se për momentin s'ka asnjë lëvizje ndese Nisma mbetet ende në deklarimet e menjëhershme të kryetarit Fatmir Limaj. Pas përfundimit të zgjedhjeve të 9 shkurtit, Limaj në paraqitjen e parë dhe të vetme publike ka refuzuar të vendosë vija të kuqe për lëvizjen vetëvendosje në ndërtimin e qeverisë së re, duke deklaruar se është i hapur për diskutime për çështje me rëndësi nacionale. Në anën tjetër, antarja e kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Albulen Haxhiu, duke folur më herët të hënën për Kosova Press, e përjashtoi mundësinë e bisedimeve me opozitën sa i përket formimit të qeverisë së re. Ajo tha se të hënën do të bëjnë përpjekje për të atakuar deputet të zgjedhur, por sipas saj jo ata nga opozita. Ndërkaq, javën e kaluar kandidati i PDK-s për kryeministër Bedri Hamza tha se nuk ka vija të kuqe për asnjë parti, por theksoi se deri më tash ka zhvilluar bisedime vetëm me partitë opozitare. Në LDK janë shprehur kundër koalicionit me lëvizjen vetëvendosje për të gatshëm për bashkëpunim me opozitën me kushtin që LDK-ja të marrë postin e kryeministrit. KQZ-ja certifikoi rezultatet përfundimtare të njëjtën më 27 mars, dhe sipas tyre lëvizja vetëvendosje ka fituar 48 ulëse, PDK-ja e dyta me 24 ulëse, LDK-ja 20, koalicioni AAK Nisma me 8 ulëse.